që shihni rolin e komunave, a duhet me pas ndonjë rol komunat në krejt këtë çështje? Po sigurisht, tash nëpërmjet këtyre zyrave, ato mund të arritin vedijen drejt implementimit të këtyre masave, edhe sigurisht me ul edhe varfrinë me ul varfrinë energjetike, po tu siguru që jemi të shku drejt objektivat që i kemi drejt dekarbonizimit edhe zhvillimit të sektorit. Po edhe sigurisht që komunat mujnë me lujt rol në rritin pikërisht që i të e përmen rritin e vedisimit social të shoqërisë, po edhe mirë po pa ndërlidhje në mes nivelit lokal dhe qendror apo edhe programeve të palëve të treta, qoftë palët nga sektori financiar apo nga politik, nuk mund të jenë efektive. Që realisht është një prej sfidave kryesore në Kosovë, që nuk kemi shumë komunikim të duhur mes qeverisë dhe komunave në këtë rast. Sepse komunat, ne kemi argumentu si nde për një kohë gjatë që komunat i kanë megjithatë disa dhona, i kanë një bazë i kanë edhe ato këshillet lokale, të cilat janë të organizuar në kuadër të një udhëzimi të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal. Këto këshilla lokale veprojnë në komunikim të vazhdueshëm me komunat. Ata kanë edhe një listë të familjeve që janë më të varfra, se që janë në kufitës e nënshmërisë më të madhe. Niveli qendror nuk ka arrit megjithatë me ndërtu këto mekanizma ku i kontrollon ose i ka le të themi informatat rreth ku i kemi rrjedhën më të madhe të energjisë, ku e kemi konsumin më të madh, ku kemi investime në eficiencë, cila është ajo databaza e ndërtesave ku tregohet performanca energjetike, ku hyn krejt dhonat e auditimit të ndërtesave. Këto nuk i ka zbatuar niveli qendror, realisht që 10 vite që ekziston ligji për performancën energjetike ndërtesa, ndërkohë që komunat megjithatë kanë një lloj komunikimi me këto komunitete dhe e dinë pak a shumë ku janë zonat me varfëri më të theksuar, ose zonat ku kanë më tepër sfida sociale, ose ku kanë çësje më të vështirë në ato zona gjeografike etj. Po siç ndodh një lloj shkarje aty në mes edhe nuk ka komunikim duhur mes komunave në këtë rast dhe nivelit qendror. Është atje një zyrtari i energjisë nëpër komuna që i ka edhe një 10 punë tjera, që realisht nuk është që ka shumë hapësirë ose kapacitet që të merret bazat përditshme me këto fusha. Pra, problemi është i identifikuar, kështu që ki plotësisht të drejtë, edhe aspekti, edhe një aspekt shumë i rëndësisë që shpesh neglizhohet. Po për shembull në Zvicër që i kem disa projekte është që aspekti social po vendoset goxha në qendër rreth dizajnimit, kur po bën dizajnimit të projekteve. Për shembull, e përmend shumë mirë aspekti komunal, niveli lokal ka më shumë njohuri rreth cilat lloj familjeve, cilat e kanë regjistrin, databazën. Megjithatë niveli lokal qendror nuk mund me pas çastin këto informata të tilla. Andaj pikërisht një koordinim i mirë mes këtyre dy niveleve kish me rezultu në masa efektive, ku kish me ndihmu jo vetëm në uljen e varfërisë energjetike, po edhe në zhvillim të sektorit. Për arsye se edhe një sen që ai shkonin e rëndësishme mu potencu është që varfëria energjetike nuk do të më u pa në kontekstin që veç më jam ndihmu këtyre lloj familjeve, po do të më u pa edhe si siguri energjetike, do të më u pa edhe si zhvillim i sektorit, edhe do të më pa edhe si rruga drejt dekarbonizimit. Po edhe implementimit të teknologjive të reja edhe të rëndësishme, pra inovative. Edhe më e rëndësishme është që kjo çësja, domethënë pasive që e trajtimit këtyre familjeve, çësje pasive, sesa aktive është një tjetër potencial ku mujna me shfrytëzu edhe me siguru këto familje të jenë më të qëndrueshme.